Mirdita, sot po bëj tushi. Tushi gjithmonë i kemi pas bërë në behar, ku ishte koha e zarzavateve, patërgjanave dhe speca. Tashti i bëjmë në çdo kohë, në dimër, në behar, se i kemi dhe në dimër dhe në behar. Mi po unë i bëj shpesh se mi hajnë që të gjithë. Kam zirë patërgjanit, këto tushi që bëj janë të qastit. I bëj sot, nesër pas nesër një ditë mund të shkoj, në mes të tretën ditë e keni që t'i hanin, nuk bëhen shumë të shpejta dhe shumë të mira. Në fillim vë patërgjanet me karrota për t'i zirë, karrotat i lë një çik më shumë patërgjanin, e shikoj vetëm te bishti, kur e shikon këtu që është zbutur bishti, futet pirun Nikolaj, është bërë, nuk duhet të zbutet shumë. Edhe i pres në copa të vogla. Ja si është patërgjani mesa. Brenda nga kajtë copa të vogla i pres. Në fillim në ato kohë që i ndanim në mes dhe i mbushnim se bënim të vitit. Këto nuk janë të vitit, janë të qastit. Bëhen jashtëzakonisht të mira. Kur i vë për të zirë, merë val ujti, pastaj i hedh dhe i hedh di luk kripë brenda. Ta marrin një çik kripën kur zihen. I hedh me një enë të madhe që të ke mundësi t'i përzijej. Pres dhe karrotat. Karrotat copat vogla. Karrotën e lën qik më shumë se është më e fortë. Patërgjani është më i butë, zjen më shpejt. Këtu kam speca të kuqe, speca jeshile, speca nga këto më pëlqejnë shumë, këto i marrë në një supermarket turk dhe janë si specat e para të Shqipërisë. Janë shumë të mira, të shishme, të kuqe, jeshile, nga gjitha llojat, ngjyra që kam ja e të gjitha brenda. Hedh hudhër e do patjetër. Hedh selino, majdanoz, edhe majdanoz hedh mirë, hedh shumë. Janë një gjë që bëhet shumë e shpejt dhe e mirë. Këtu kam dhe kokra piperit si. I hedhe piperin e si. Me që i kam hedhur kripë brenda, i shoh një herë, pastaj e shtoj kripën prapë. Po do duhet kripë. Vaj hedh mirë. Hedhe uthull molle. Uthull në mollës e hedh pa mas. E shikoj në gojë sa e fort do jetë. Nuk i hedh shumë një herë, nuk e provoj një herë, se po e hodhe shumë nuk e si t'ja heqësh. Po të ketë nevojë për më shumë, do i hedh. Do krip. I hedhe pak dhe do të provoj. Ta përsërisim në një herë vetëm patligjanët dhe karrotat zihen, gjitha tjerat. Po, të tjerat jo, të tjerat janë të gjalla. Tjerët e hajnë ashtu, bëhen shumë të mira, zbuten vetë zbuten nga uthulla, nga vaji, nuk ka nevojë. Unë s'kam mbaruar akoma të parat, bëj të dytat. I hajnë shumë, i bërë gjithmonë në tavolinë. Le me qik mezet i kesh në tavolinë, kur ke në një tavolinë që shtron për tangërësh, me peshk shkon, me çdo lloj gjë, turshi. I ka mas të gjitha. Marr kavanoz pastaj, edhe mbush.
E marrë dhe nga lëngu nga fundi se ka uthullën poshtë. Për kripët e uthull dhe i kontrolloni, ajo është në dëshirë tjetër, i doni shumë të fort me uthull, po nuk ka nevoj që ti hedhe shumë, ta bështartirë. Tani ti po e mbush sa më shumë që Të mbush sa më shumë që t'jenë të shtypura? Po, jo, nuk ka nevoj, nuk është ka ndonjë gjë ajo që t'jetë shtyp, po e mbush kavanosin, t'jetë plot. Tash ti hedh vaj. Vaj do shumë tani. Vaj do derisa ti dal vaj përsipër. E mbyll fort. Edhe e pak shu kokë poshtë kavanozin. Edhe vën frigorifer. Vetëm të kontrolluar mirë që mos të derdhet vaji. Megjithatë unë për siguri bëjnë që nga letër alumini kështu rreth e qark, e bëj si kup edhe e mbajt të mos më derdhet ndonjë pikë vaj. Edhe E fund frigorifer dhe nesër është gati? Në frigorifer. Nesër pas nesër është për të hangër. Në frigorifer nuk e mbaj jashtë. Kjo është turshia e beharit, e dimrit, e bëjmë kudo. Faleminderit shumë për shikimin, ju uroj shëndet dhe një ditë mbarë.